Përshëndetje. Sot në këtë video kemi vendosur të flasim për numrin 9, si dhe lidhje jashtëzakonshme e numrit 9 me ne shqiptarët si popull, duke filluar që nga konspiracioni apo shumë njerëz me ndikim në shoqëri që flasin që 9 familje elit në botë që drejtojnë botën mendojnë që kanë preardhje ilire shqiptare. Sot në këtë video kemi vendosur të vështjellojmë pak lidhja e shqiptarëve me numrin 9, si dhe kuptueshmëria si në ezoteri dhe kultura të ndryshme siç janë slavët, Kina, India apo dhe Otoman Turqia. Pra në vetvete numri 9 është një udhërrëfyes mistik që shkon përtej kohëve dhe hapësirave. Shqipëria është më shumë se sa një vend, ajo është një përjetësi e ngulitur në tokë. Dhe nëse ndodhet midis maleve të larta dhe brigjeve të deteve të kaltërta, Shqipëria është një portë e hapur drejt të vërtetave të humbura të shumë perandorive. Një vend ku gjuhët e lashta flasin dhe simbolet ezoterike shpalosen në çdo gur dhe çdo rrugicë të vendit tonë. Pra Shqipëria është një vend i shenjtë, ku fryma të parëve tan jeton në çdo zemër dhe përjetëson një mister që kalon përtej historisë, një frym që mbar një kod fuqishëm të quajtur numri 9. 9 është shifra e shenjtërisë, një numër që lidh të tashmen me të kaluarën dhe të ardhmen. Pra është simbol i harmonisë kozmike, i çlirimit shpirtëror dhe i rilindjes të pafundme, që ka ndikuar dhe ende ndikon në të gjithë kulturat e mëdha të botës, duke u manifestuar në okultizëm, ezoteri, mistik, sufizëm, gnostik e kudo. Në Indi, 9 është shenjtërimi i hynorës, Navadruga, 9 forma të fuqishme të energjisë shenjtërore. Janë një tjetër pasqyrë e numrit 9, që përshkruan gjithë traditën ezoterike të këtij vendi. 9 si një numër që çliron shpirtin dhe shpërthen çdo kufi të materializmit dhe egoizmit. Është pjesë e ritualeve që pastruan, shenjtruan dhe transformuan atë që është e brendshme. Një udhë të drejtë për drejtë të ndryshimit. Pra është një forcë mistike që ndihmon shpirtin të ngjitet përtej vetes, duke kaluar nëpërmjet 9 stacioneve të vetkuptimit dhe çlirimit shpirtëror. Shpirtra që arrin numrin 9 e pranojnë realitetin si një tërësi universale, ku gjithçka është një dhe gjithçka është e mundur. Në Kabala, 9 është yesot, pra si theksohet në Kabala, themeli i shpirtrit dhe ura që lidh botën materialiste me atë shpirtërore. 9 është përfaqësimi i përçimit të dritës hynore nëpërmjet të jetës fizike. Dhe shenja që tregon rrugën që duhet ndjekur për të arritur përjetësinë, për të kaluar përtej çdo kufiri të perceptimit. Yje sot është një energji e lartë që mbar një forcë të jashtëzakonshme për të shndruar individin në një qenie të ndërgjegjshme të së vërtetës universale. Pra në Kabala numri 9 është vetëm një shifër për disa njerëz, por në të vërtetë nuk është një shifër. Është një frymarrje që lidh të gjitha dimensionet. Një fuqi që mund të shkrumbojë çdo pengesë të realitetit dhe të shfaqë dritën e vetdijes. Në Rusi, pra udhëheqjen shpirtërore, dhe kalimi përmes rradhëve të purgatorit. Pas vdekjes shpirti kalon përmes 9 fazave, duke kaluar nëpërmjet dritës dhe errësirës derisa të arrijë dritën përfundimtare. Ky kalim është një pastrim dhe shpërthim shpirtëror. Dhe është një mundësi për të shpëtuar nga errësira e materjes dhe për të bashkuar me dritën e pafundme. 9 ditë pas vdekjes janë të shenjta.
pasi janë 9 ditë që shpërblejnë shpirtin në udhëtimin e tij të fundit për të kaluar në jetën e përjetshme. Në Perëndërinë Osmane, pra në Otoman Turqia, sufizëm është nënta është një shkallë e lartë e çlirimit shpirtëror. Një udhëtim që kalon përmes 9 rradhëve të dashurisë hynore, ku çdo shkrirje e egos ndihmon që të shpërthejë realiteti i vërtet. Ata që ndjekin sufizmin përdorin 9 rrotullime, pra dervishët e pak më thea pa ato që e kuptojnë. Një ritual i njohur për kthimin e shpirtit drejt dashurisë universale dhe të përjetshme. Në këtë sistem shpirtëror, nënta nuk është thjesht një numër, por një proces transformimi që shpije shpirtin drejt lirisë absolute. Në Ki, nënta shpesh quhet si qielli i balancës dhe harmonisë së nantë, dhe në perëndëritë e lashta, nënta nuk lejohet të përdorej nga njerëz të thjesht vetëm nga perëndori, pasi mendohet që është qielli i nëntë. Pra, në kulturën kineze numri 9 është i lidhur me harmoninë e universit. Ai është simboli i balancës midis qiellit dhe tokës. Është një shenjë e fuqisë hynore që qëndron në lartësitë më të larta. Fundim, nënta në shqiptarët nuk flet, ai shoqërit misteret në gjakun tonë. Nënta s'është numër, është portë dritë e fshehur në errësirë. Është frymarrje që vjen para fjalës. Në këtë video ne dolëm nga ilirët tek kabalistët, nga stepat rus, te tempujt lindor, siç ishin Indisë dhe të Kinës. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Po e ndjeni mund ta bëni subscribe apo abonim, apo t'ja shpërndani miqve tuaj. Ju përshëndes ditë marë.